Në një kohë ku realiteti shqiptar shpesh duket më absurd se vetë skena, aktori, autori dhe regjizori Gent Beko rikthehet në Shqipëri me një vepër provokuese që premton jo vetëm të bëj publikun të qesh, por edhe të trazojë në mendime. Komedia e zezë Gomeret e Trojeve ngjitet në datat 26 dhe 27 maj në skenën e teatrit Migjeni prej orës 20, duke sjellë një ndërthurje të pazakontë midis mitologjisë së Homerit dhe realitetit shqiptar të ditëve tona. E frymzuar nga Iliada, por e sjell me një gjuhë moderne, ironike dhe therrë se pjesa përdor humorin si armë për të goditur fenomenet sociale, politike dhe kulturore që vazhdojnë ta mbajnë peng shoqërinë shqiptare. Shfaqja trajton tematika të ndryshme, një nga pikësynimet është gjithashtu edhe të nxjerrim në pa shpeshherë mënyrën se si njerëzit intrigojnë, se si komplotojnë, ose më saktë se si liderët që udhëheqin jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj, si manipulojnë situatat, se si arrin të ndërtojnë luftra duke përdorur pretekste të tipit marrin elementin e gruas edhe e përdorin si një pretekst për të filluar një luftë, kur e dim shumë mirë që në thelb luftrat gjithmonë janë për qëllime përfitimi. Mënyra se si ne trajtojmë pastaj situatat, të cilat vinë nëpërmjet zërit të një rrëfimtari, mënyra se si trajtojmë situatat, të cilat vinë nëpërmjet zërit të rrëfimtarit, që në këtë rast përfaqëson dhe autorin, një lloj Homeri në skenë, dhe mënyra se si aktorët shpesh keq interpretojnë, por me vetdije, përcjellin ndërkohë mesazhe dhe nën tekste të ideve të veprës, krijon edhe atë pjesën komike të kësaj komedie, krijon hilaritetin, le të themi. Ka qenë një punë e bukur dhe një eksperiencë e re për mua dhe për gjithë kolektivin, sepse dihet që çdo regjisor i ri sjell eksperiencën e vet dhe është një eksperiencë e re. Regjizorë të ndryshëm në këtë teatr kanë dhënë shumë eksperjenca dhe të them përsëri të drejtën, teatri Migjeni ka pasur mjaft regjizorë të mirë dhe vazhdon të sjellë regjizorë të mirë që mendoj bëjnë mjaft mirë për trupën dhe pse jo edhe për bashkëpunime me teatrët të tjerë, siç e kemi filluar dhe uroj që ta vazhdojmë dhe në të ardhmen. Me regjizorin Gent Beko është era parë që teatri Migjeni punon dhe mënyra e konceptimit të kësaj shfaqje për mua ka qenë mjaft domethënëse dhe mendoj se do të jetë edhe një reflektim në publik për problemet e ndryshme që kemi ne në vendin tonë dhe për problemet në botë që mendoj në mënyrën se si janë sjellur nga konceptimi regjizorial, mendoj që do ketë një impakt mjaft të mirë në publikun shkodran. Me ritëm dinamik, satirë të mpret dhe personazhe të frymzuara nga përditshmëria, Gomeret e Trojeve synon të sjellë atë që sipas Beko si mungon shpesh publikut shqiptar, humor inteligjent që argëton por edhe detyron të reflektosh.